Horoskopi ditor, 18 qershor. Dita kur ajo që dukej e vendosur mund të marrë një drejtim krejt tjetër. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në shtëpinë tonë të yjeve. Nëse dëshironi të jeni gjithmonë të informuar mbi lëvizjet e planeteve dhe se si ato ndikojnë në jetën tuaj, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë Zëri i Universit. Gjithashtu, për t'i marrë parashikimet dhe videot tona përpara të gjithëve, ju ftoj të bashkoheni në kanalin ton të WhatsApp. Linkun e bashkimit e gjeni fix poshtë kësaj videoje në përshkrim. Faleminderit që jeni pjesë e udhëtimit ton drejt dritës dhe dijeve universale. Le të shohim se çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot. Ka ditë kur gjithçka duket e parashikueshme. Njerëzit zgjohen me të njëjtin plan, me të njëjtat pritshmëri dhe me bindjen se e dinë si do të rrjedhin ngjarjet. Por 18 qershori nuk duket si një nga ato ditë. Energjia e saj lidhet me kthesat e papritura, me informacionet që dalin në momentin e fundit dhe me situatat që ndryshojnë kuptim sapo zbulohet një detaj i ri. Disa shenja do të kuptojnë se një histori nuk ishte ashtu siç dukej. Disa të tjera mund të marrin një sinjal që i shtyn të ndryshojnë drejtim. Dhe disa do të shohin se ajo që dukej pengesë, në të vërtetë po i drejton drejt diçkaje më të mirë. Kjo nuk është ditë për të vepruar me nxitim. Është ditë për të vëzhguar, për të kuptuar dhe për të mos harruar se nganjëherë një ktesë e papritur është fillimi i një rruge më të mirë. Dashi. Një tren nuk ndryshon destinacion sepse ndalon për pak çaste dhe kjo është diçka që duhet ta kujtosh sot. Një vonesë ose një pengesë e vogël mund të të japë përshtypjen se gjërat nuk po ecin siç duhet, por realiteti mund të jetë krejt tjetër. Në punë, një ndryshim plani mund të rezultojë më i favorshëm nga sa duket në fillim. Në financa, mos merr vendime të nxituara vetëm sepse diçka nuk po lëviz me ritmin që dëshiron. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë ditën. Mos e mat ditën vetëm nga ajo që ndodh në orët e para. Kjo energji favorizon fleksibilitetin. Nëse arrin të përshtatesh me ritmin e ngjarjeve, mund të fitosh më shumë nga sa mendon. Demi. Një themel i fortë nuk tronditet nga çdo lëvizje dhe kjo është forca jote sot. Edhe nëse disa gjëra rreth teje duken më të paqarta se zakonisht, ti ke mundësinë të ruash qetësinë dhe të shohësh situatën me realizëm. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë më shumë durim se sa reagim të menjëhershëm. Në financa, një zgjedhje e kujdesshme mund të vlejë shumë më tepër se një fitim i shpejtë. Në marrëdhënie, dikush mund të ketë nevojë për stabilitetin që ti di të ofrosh. Mos e ndrysho drejtimin vetëm sepse të tjerët po nxitojnë. Kjo ditë favorizon ata që ecin me siguri. Nëse arrin të qëndrosh besnik ndaj asaj që di se është e drejtë, mund të dalësh shumë i fituar. Binjakët. Një fjali e vetme mund të ndryshojë krejt kuptimin e një bisede dhe kjo mund të jetë tema kryesore e ditës tënde. Informacionet do të lëvizin shpejt dhe disa prej tyre mund të kenë më shumë rëndësi se sa duket në fillim. Në punë, një komunikim mund të hapë një mundësi që nuk ishte në planet e tua. Në financa, mos u mbështet vetëm tek ajo që dëgjon, kontrollo edhe faktet. Në marrëdhënie, një person mund të thotë diçka që të bën ta shohësh ndryshe një situatë. Mos u nxit të japësh përgjigje të menjëhershme. Kjo ditë favorizon ata që dëgjojnë me kujdes. Nëse arrin të kuptosh mesazhin e vërtet pas fjalëve, mund të fitosh qartësi të rëndësishme. Gaforja. Një port nuk hapet gjithmonë me forcë, ndonjëherë hapet me kohën e duhur. Kjo ditë mund të të tregojë pikërisht këtë. Një situatë që dukej e mbyllur mund të japë shenja të reja dhe të bëjë të mendosh ndryshe. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh se cilat janë prioritetet e tua reale. Në financa, do të jetë e rëndësishme të mos reagosh nga pasiguria. Në marrëdhënie, një afrim ose një bisedë mund të sjellë më shumë qartësi se sa ke pasur prej kohësh. Mos kërko ti kontrollosh të gjitha përgjigjet. Kjo ditë favorizon durimin dhe besimin tek rrjedha e ngjarjeve. Nëse arrin të mos nxitohesh, mund të shohësh një mundësi që deri dje nuk dukej fare. Luani.
Një reflektor nuk ndizet rastësisht dhe sot mund të ndjesh se disa situata po të vendosin më shumë në qendër të vëmendjes. Një zhvillim që duke i zakonshëm mund të jap mundësinë të tregosh aftësi që deri tani nuk janë vlerësuar sa duhet. Në punë, dikush mund të vërejë diçka që ke bërë prej kohësh pa marrë meritën e duhur. Në financa, një ide ose një vendim mund të duket më premtues se sa mendoje. Në marrëdhënie, një person mund të tregojë interes ose vlerësim më të madh. Mos kërko të kontrollosh çdo reagim të tjerëve. Kjo ditë favorizon vetbesimin dhe autenticitetin. Nëse arrin të qëndrosh i qetë dhe të mos kërkosh aprovimin e askujt, mund të fitosh më shumë nga sa pret. Virgjëresha. Një hartë bëhet e vlefshme vetëm kur tregon rrugën e duhur dhe sot mund të ndihesh sikur disa pjesë të një situate përlidhen më në fund bashkë. Një detaj që duke i rëndësishëm mund të bëhet çelësi që të ndihmon të kuptosh më mirë një problem. Në punë, organizimi dhe vëmendja ndaj hollësive do të jenë avantazhi yt më i madh. Në financa, një zgjedhje e kujdesshme mund të shmangë një gabim të panevojshëm. Në marrëdhënie, një sqarim mund të largojë një keqkuptim që ka zgjatur më shumë se ç'duhej. Mos kërko përsosmëri në çdo gjë. Kjo ditë favorizon përparimin praktik. Nëse arrin të fokusohesh tek ajo që ka vërtet rëndësi, mund të ndjesh një qartësi të madhe. Peshorja. Një urë lidh dy brigje që duken larg njëri tjetrit dhe kjo mund të jetë simbolika e ditës tënde. Një situatë që dukej e vështirë për t'u balancuar mund të fillojë të gjejë ekuilibrin e saj. Në punë, një bashkëpunim ose një marrëveshje mund të sjellë më shumë përfitim se sa prisje. Në financa, një vendim i matur mund të krijojë më shumë stabilitet. Në marrëdhënie, një person mund të tregojë gatishmëri për të bërë një hap drejt teje. Mos u përqendro tek ajo që ju ndan. Kjo ditë favorizon atë që mund të ndërtohet së bashku. Nëse arrin të shohësh mundësitë e bashkëpunimit dhe jo vetëm dallimet, mund të fitosh një avantazh të rëndësishëm. Akrepi. Një perde mund të fshehë shumë gjëra, por mjafton një lëvizje e vogël që gjithçka të bëhet e dukshme. Kjo ditë mund të sjellë pikërisht atë lloj momenti. Një situatë që ka qenë e paqartë mund të fillojë të tregojë fytyrën e saj të vërtetë. Në punë, një informacion ose një zhvillim mund të ndihmojë të kuptosh më mirë motivet e dikujt. Në financa, do të jetë e rëndësishme të mos veprosh vetëm mbi përshtypje. Në marrëdhënie, një e vërtetë mund të dalë në sipërfaqe dhe të sjellë më shumë qartësi. Mos u nxit të reagosh menjëherë. Kjo ditë favorizon ata që vëzhgojnë dhe kuptojnë përpara se të veprojnë. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të zbulosh diçka me vlerë të madhe. Shigjetari. Një rrugë e gjatë nuk bëhet interesante nga destinacioni, por nga ajo që zbulon gjatë udhëtimit. Kjo ditë mund të sjellë pikërisht një zbulim të tillë. Një mundësi ose një ide mund të bëjë të shohësh më larg se sa e kishe parë deri tani. Në punë, një zhvillim mund të tregojë një drejtim që meriton më shumë vëmendje. Në financa, një mundësi mund të vijë nga një vend që nuk e kishe konsideruar. Në marrëdhënie, një person mund të surprizojë me një qëndrim të ri. Mos e kufizo veten tek planet që ke bërë më parë. Kjo ditë favorizon fleksibilitetin dhe guximin për të eksploruar. Nëse arrin të jesh i hapur ndaj asaj që po vjen, mund të zbulosh diçka shumë më interesante nga sa prisje. Bricjapi. Një gur i vendosur në vendin e duhur mund të mbajë peshën e një strukture të tërë. Sot mund të kuptosh se një veprim i vogël ka më shumë rëndësi se sa dukej në fillim. Në punë, një përpjekje e vazhdueshme mund të marrë më në fund vëmendjen që meriton. Në financa, një zgjedhje e mençur mund të krijojë më shumë siguri për ditët që vijnë. Në marrëdhënie, dikush mund të tregojë se e vlerëson më shumë praninë tënde se sa e kishe kuptuar. Mos e nënvlerëso progresin vetëm sepse nuk ka ardhur me shpejtësinë që dëshiron. Kjo ditë favorizon qëndrueshmërinë dhe përkushtimin. Nëse vazhdon të ecësh me të njëjtën vendosmëri, mund të marrësh një sinjal shumë pozitiv për të ardhmen. Ujori. Një shkëndim mund të ndezë një ide që ndryshon gjithçka dhe sot mund të jesh më afër një momenti të tillë se sa mendon.
Një mendim i papritur, një takim ose një bisedë mund të bëjë të shohësh një mundësi që të tjerët nuk e dallojnë ende. Në punë, kreativiteti dhe origjinaliteti do të jenë armët e tua më të forta. Në financa, një drejtim jo tradicional mund të fshehë potencial interesant. Në marrëdhënie, dikush mund të surprizojë me një veprim që nuk e kishe imagjinuar. Mos kërko gjithmonë siguri absolute përpara se të lëvizësh. Kjo ditë favorizon ata që guxojnë të mendojnë ndryshe. Nëse arrin t'i besosh vizionit tënd, mund të dallosh një mundësi që të tjerët do ta kuptojnë shumë më vonë. Peshqit. Një valë e qetë mund të ndryshojë drejtimin e një anije e pa bërë shurmë dhe kjo mund të jetë energjia që të shoqëron sot. Një ndjesi, një intuit ose një sinjal i vogël mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë një situatë që ka qenë e paqartë. Në punë, mund të kuptosh se cili drejtim të sjellë më shumë qetësi dhe siguri. Në financa, do të jetë e rëndësishme të mos veprosh nga ankthi apo pasiguria. Në marrëdhënie, një gest i vogël mund të ketë kuptim shumë më të madh nga sa duket. Mos e injoro atë që ndjen vetëm sepse nuk mund ta shpjegosh menjëherë. Kjo ditë favorizon intuitën dhe reflektimin. Nëse arrin t'i besosh zërit tënd të brendshëm, mund të fitosh një qartësi të vlefshme. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën "Kthesa" nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.